Aksioni të nisur prej disa muajsh për lirimin e hapësirave publike në qytetin e Korçës, tashmë është bashkangjitur edhe rikthimi këtyre hapësirave në funksion të qytetarëve. Në lagjen 8 të qytetit Korçës punohet nga ndërmarrja e shërbimeve publike për prishjen e strukturave apo ndërtimeve pa leje që janë kryer ndër vite, ndërsa paralelisht punonjësit e kësaj ndërmarrje kryejnë edhe rehabilitimin e këtyre sipërfaqeve për t'i gjelbëruar dhe për t'i kthyer në shërbim të qytetarëve. Aktualisht ndodhemi në lagjen numër 8 në rruga Insan Korça, po vazhdojmë me ritme të shpejta për lirimin e hapësirave publike. Detyrimisht ecim duke prishur pjesët që kanë zaptuar banorët, por duke ardhur edhe më mbrapa pasaj, duke i rehabilituar dhe duke i sistemuar, duke i kthyer në sipërfaqet e gjelbra. Edhe për qytetarët, ky është një aksion i domosdoshëm për lirimin e hapësirave publike dhe kthimin e tyre në lulishte. Disa prej atyre që i kishin zaptuar këto hapësira nuk e fshehin keqardhjen, pasi tashmë nuk do të kenë më vend për të vendosur objekte të ndryshme. Mirë bëtë që është këto, se dhe neve, jo se na bëtë punët të mirë, po ndajmë ndaj një robë, dhe një gjikafë, nuk jam kundërshtim në ligjin tuaj, po na bëtin që dhe. Me qenë se do bëhet lulishte këtu, bravo su qoftë, duket e tëra duket hapësirë. Po që na prishin qik punë, na prishin, po që, po bëgjit, e po ja, vinin do një dru, do një gjë, do një më thejtë tash që vinin këta, dhe s'kishë kun t'i vinin. Aksioni do të vijojë për gjatë gjithë unazës së qytetit deri te dalja për në Tiranë, ndërsa më pas do të punohet edhe brenda lagjeve.